Miq të dashur, sot është data 24 gusht 2026, është ditë e hënë, çdo të hënë unë i lutem Perëndis prej më shumë se 6 vitesh për të gjithë ju të cilët jeni miqtë e mi këtu në rrjetet sociale. Le të lutemi që kjo javë, që Perëndia na ka dhuruar të jetë një javë ku Perëndia ti duke shkatruar çdo plan satanik dhe demonik mbi ne dhe familjet tona. Të lutemi Zoti Jezus, në emrin tënd të shenjtë, personin që ka ndaluar tani këtu me mua, e sill tek froni i atit i udhëhequr nga fryma e shenjtë, dhe tek ky fron unë shpall që lavdia e Perëndis do të jetë duke e shoqëruar gjatë gjithë ditëve të kësaj jave. Dhe mburoja jote o Perëndi gjithë pushtetshëm në emër të Atit, Birit e të frymës së shenjtë do jetë duke mbuluar atë dhe familjarët e tij Krisht i dashur. Në emrin tënd të shenjtë unë lutem që gjaku yt të jetë ajo fuqi mbrojtje që do shkatroj çdo lloj plani, çdo lloj strategjie, çdo lloj kurthi që djalli ka përgatitur për të dhe familjarët e tij gjatë kësaj jave. Nëse është i sëmur, unë shpall shërim në emrin e Jezus, e nëse është i shëruar, unë shpall mburoj mbi shëndetin e këtij personi dhe familjarëve të tij në emrin e Jezus. Në emrin e Jezus lutem. Amen. 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 Miku i miqmuar, jam pastori Paulin Vileti, pastori i qenës krishtere shqiptare në Tiranë që mbledhet çdo ditë të premte në orën 18:30 të rrugës Zenel Baboçi numër 37. Nëse je nga Tirana dhe nuk je pjesë e një kishe, eja dhe bashkohu me ne. E deri në lutjen tjetër, paqja e Zotit qoftë me ty. Mirupafshim.